Hoxha, mundesh me na tregu çfarë mençurie kanë pas arabët para islamit dhe mbas islamit? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Këtë pyetje që më bën shti vllai jon, Hoxha Hafizi festivalit, ne jemi në umre kretë kush për na dëgjoni ju neve, diaspora jon shqiptare, brenda dhe jashtë vendit. Nëse dhe ju përshëndesim prej Mekkës, jemi tash në hotel, në një nga hotelet e Mekkës që quhet Umul Qura, andaj edhe përdona me bo muhabet edhe në mes veti, edhe me ju servua pak ju dhe me ju dhanë muhabete nga Mekka e shenjtë. Habibi, kjo pyetje arabët para islamit, mençuria arabë edhe pas islamit, që të e interesuar. Me dy fjallë, të shkojmë për arsye të incizimit për zbonë shumë i gjatë. Arabët e Mekkës e kanë pas një treg në gjahilije, i kanë thonë Sukul Ukad, tregu i Ukadit. Në atë vend jenë mbledh arabë, edhe si cili me poezit e tia ka dalë. Me prozat hatashme dhe me poezit shumë të forta. Arabët e Mekës në gjahilije, para se marrë islami. Prandaj edhe feja islame, kur ka ardhi në islam, me Kur'an Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ato poezia ja u ka mujt. Pse? Arabët s'kan mujt me thonë, arabët s'kan mujt me thonë, kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. A be kuptoni? Kanë arrit, ama Kurani ka mujt të gjitha, apo jo? A kanë ditë me thonë gjahilijet, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, adha bil arabik, arab që është. Ama këta se kanë arritë këta, kanë pas mençuri tjera. Masi ka ardhë islami, me inteligencën që kanë pas arabë, para islamin, mas islamit, jenë bodhe më të fort. Pse? Kanë ardhë me Kur'anin famlart dhe me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur'anin ma mos folim, sa bisedën veti, po hadithi i pejgamberit alaihi salatu wassalam, me dy fjalë hadith ka. Istaqim kema umirt. Kjo ballafaqimi i madh me zbimu këtë fjalë është. Ose pejgamberi ka thonë ati sahabiut, shokit vetë, kër ka thonë, ja Resulullah, kështu në kam halën, ka thonë, la taqdab, mos i dhënë. Mandoj, po ja Resulullah, la taqdab, feredde dhe miraren, fe kale, la taqdab. Disa heri ka thonë, ja ka përsërit, la taqdab, mos u hidro. Kër ka ardhë islami, Arabt janë ngritë edhe më shumë. Për qatë sebeb, Arabt thëjnë, azzan Allahu bil islam, o idhe pëtëgajnë le izzet e bigajri l'islami, edhe lën Allah. Neve islami në ka ngritë, po që se e kërkojmë krenarin dhe ngritjen dhe madhurin me dishka tjetër, përveç se me islam, Allah i në poshtërson një bon, dhe lila. Dhe lila dhe më thonë në poshtëron. Shkojmë pak të një mençuri që ditë që më unë për ju thomë, juve, shumë interesant. Një tregim të arabëve kështu. Ka pas një person, tre djemë. Tre djemë i ka pas. Qërë është farë hikme ka, farë mençurie ka. Edhe djemë me një babë, ka në babës i erdi vdekja. Për erdi babës vdekja, i thanë, o baba, në daj pasurit, se na po t'i po vdesish, e na po dojmë me ditë cili ka me bo mirasin tëndë. Trashëgim tënde. Ata të tre djemë të kanë pas emnet Abdullah. Edhe kër ka ardhë me vdek, ka i mu pidel shpirti, ka folë. Abdullahi 1 trashëgon, Abdullahi 2 nuk trashëgon, Abdullahi 3 trashëgon edhe vdes. Ka me thënë pa njoftua, të tre Abdullaha. A i përmendi Abdullahat, po cili Abdullah në gishtë si abani, i thot, Abdullahi një trashikon pasëni, dyti jo, i treti jo. I
treti po. Edhe metën në pozicion të keq. Shka me bo? Po shkojmë dha të kadia i Medinës. Kadi, në thënë gjykatësi. Medini, kadia. Nisen me shkua të ajtë, të shkua i takon një person rrugës. Një person. Ej, filona, tha ju, ej, filona, nalum, t'ju pyti di shka, ha? Shka ka? Tha mës na kini pa, tha një deve brem ka hu. A ti kish hu, një deve. E i pa këta tre përhecin bashkë, mëse kanë pa deve në rrugës. A i pari i tha, mëse kje deve në qorre. Tha, po, zua, pa, ha, ju pas kanë pa. O dhe qaqë. A i dyti i tha, mëse kje pas deve në që qalon, shke po që, të palle. Po, tha, që jo, po. Zua shumë, tre vlazit. Tha, po, kjubë shkërmendja pe di, kanë e pas kanë pa. Ati treti, tha, ti tha, mëse konë, tha, ajo devja jo të bisht këputur. Kër i tha dhe bisht këputur, tha, ju ma kini po dhe ma kini vjedhë. Edhe kam i qu të kadia që tash. Jo, s'ka problem, tha, në të kadia jemi të shku për problemin ton, hajde dhe ti me neve të kadia. Se në për problem tonin jemi të shku në tret. Ta shumë paracit këj devës. Kër shku në të kadia, ai kadia i Medinës, shka kini problem? Tha kadia fendi, tha këta tre ma kanë pa devën edhe pedin këtë sifatet e devës vetit, edhe këta kanë vjetë më siguri për s'pëdojnë me kalzua. I tha ati të parit, tha, që kjo pedi, tha, qorë o konë devja, tha, ku pedin, tha ti që konë qorë, kadia për kjo. Tha, vëlla, zëtë një kadia ka kemi hecë rrugës, ajo pjesa që e ka synin e ka kullot devja. Ka kjo anë që e ka synin e qëruar, se ka pa barin edhe ka hecë. Që aty e mora vesh që masi që ki barë rrugës o ngranë, ki qetëri nuk është ngrënë, atëherë devja qorë o konë. A pe kuptani, se më një sy ka pa. A ke pa makina e natën kërë hitës më një sy. I shohish këtë sendet me që ato kënes, shohish ka ka. Një, i që ditë ka dhja sa me ditë kitë, edhe aj po që ditët tash. Tha po ti, tha ku pe din, thi që jo konë ajo bisht këput me. Tha vallahi po zëtë një ka dhja, tha, devja baglen, kër del jashtë, baglen e bon toptan, si lopa, lap. Po e ka pas tha ajo bishtin e këputo me këqysha rrugës ka bo baglen, me bisht këputo me ka prej katon edhe e ka coptu, e ka derdh baglen. A pe kuptoni djemë, s'kara baglen tok, se o coptua me bishtin e këputur. E devja bishtin e gatë ku e ka nuk e bon copa. Se bishti gatë, me bisht dvogël e bën copa. Edhe aty me moment kadia. Po tja i treti tha, ku ke ditë që kanë të pale që ka shkepua, ka qalua, tha po aty ku i ka dhimt koma, jo me 4 kom, që e kom që i ka dhimt, që ka pas të vrame, që ka qalua, tha veç që ka prej këto, pak sa minimu me shkel me qetrën. A ke pa kur zemrën e kom veç që prej kish pak me shkel me qetrën, e ngar kryshket qetrën, ha? Qalon, që ashtu qalon. Edhe i ditën të tre për qëfar arsye, ka dhja i meqëm, hetë që u basë sa këta se kanë pa, se kanë gjithë ta, po i kanë pa shijet e saja, ka shkuar, e të shko iki. Edhe shkojaj. A o men qëri iki aso. E ju tha shka keni ardhë ju tre, se ne kemi problemin shumë të madhë, jemi 3 vlazën, të 3 kemi emrin Abdullah, baba në vdiqë dhe në tha që të fjallë. Abdullahi trashikon, Abdullahi strashikon, Abdullahi trashikon, në spedin të cili trashikon, cili jo, dhe se të 3 emnin e kemi Abdullah, a i me gisht nuk në bani. Hajtë ta buni, tha se son të ka kjo besele ka, besele të madhe buni, ku me buj, aty ka dhja ka mu, hotel, motel, bujti, ku me bujt, ata jabanjit të largë, bujt ka mu. I ka shti me një dhomë, që aty dhe ati punëtorit që po shërben aty në gjukatën e ti, i ka thonë që t'ju darkë, që t'ju darkë edhe ka thonë për cili që ka po foli. Shtime po shumane këtjena,
ja bojnë darkën, gazër i shtinë darkë edhe a i pëkqyrët shka po folin tash ata me zveti. Ushtruë darka, a i pari tha mos e hani, tha që të mish tha, se është mish qeni. A i dyti tha, eve që ajo grua që da pas ka bo që të në konë 7 zane. A i treti tha, qëpar të diza, kopil tha. Kopil. E ka një kopil. U që ditë. Edhe i ngojti fjallet aj edhe ka di si kalzej, qështu, tha po thot, mos hani se mi shqeni, bukën e ka bon 7 zanja, edhe ti e kopil zot një kadia. Dollën nesër në para gjygjit të kadia, tha ti zot një, pse ke thonë, tha mi shqeni. Tha se kure pash mishin, vjami, mishi, tha qeni e ka mas pari nër likur vjamin, tha një rritha gatë në tëftoft e smërdhihet. Se më paskon mishi mas pari ishë ngri qeni kishtë copë. Pa i mish qeni për sëtë sebeb, qeni e ka lekurën të një meni jetë vjamin të një mishi. Unë s'pe di këto, pa i pi kalzon qështu. E thiri punëtorin, tha, zëti punëtorin, tha ti, e thiri më njëherë. Pram, qka i ke shqyë, a i ka për të rridhët, qka ke që për të rridhësh? A zëpni, tha që bani pram i ka vanu e delet edhe kinë gjatë s'këm pas shka me prej, po kaloj ati pali një qenë që ato me prejva dhe jo bona mësafirëve dhe orë. I pali. A i dyti, tha ti ku e dish që 7 zonja ka banë? Tha po, ajo të pësia tha kone madhe, buka që ka pjek e trash, ajo ka barë, tha ka një në anë. Se në ka barë kështu, barki i 7 zonës i madhë, edhe këtu barki ja ka shtyp, tha bukën, edhe ajo kër e ka hek për me pjek, ma buka s'ka ardhë në veti, o pjek ashtu që shashtë. Edhe mu më shkoj mendja, që vesh 7 zonja që të edhe a i shumë regu. E ti tha, ko ke ditë sa që jem ke thonë për mu kopil? Da zot një kadia. Për ty kopil kam thonë, tha se, ti pram qysh ke mujtë me në shtin shpionin neve këtë mrenda, mësafirit a i shtihet shpionin në mësafir, stut jemi. E jo marrë në më konë, mësme, ja falë. Sa që ashtu marrë se mësafir të banë me i shqetsua. Ty tje, kini punë, tha rani, ty tje të nëna vetë, të në zvetë, tha, të më kalzësht, tha, kam rojën në babën tem, apo me ty ka punë. Nona i kalzoj drejtë, tha, valla me mirë, baba ju që e poni martu, s'ka pas e mlatë. Tha ty të kom bo me filan që mani. Dhe më thonë një e kopil. Gjikaci. Atër gjikaci qka tha. Tha ti nuk trashik vësh. Se veç kopili e din kopili. Veç kopili e din kopili. Ti kopili e Abdullahat ka të trashikon, ti një të trashikon. Se masi mu po më dish që këtë më thonë kopil, edhe ti e kopil. E që shonë kjo kopil? Kjo vazhdojnë historia, po unë du të këputi që të. E për fund, kjo kje menquria e njerëzve të menqëm, shiko që ka dinë me thonë, kur shohin, kur bojnë e kur këdhin, dhe me thonë, Arabët para islame, jenë kanë shumë të aftë. Mirë për të aftë, ne i një rancën e tyne. Pastaj, kër kanë hinë islam, kanë Zotë Gjellë Gjellaluhu edhe ma shumë. Elhamdulillah, Allah i në bashkoft këtë musliman, për këtë pjesë për e këtë.